Gjuhëtarja Natasha Shuteriqi në podcastin Flasim të kryeministrit është ndalur te romani Kurbani i Ramës. Shuteriqi i tha Ramës se në këtë roman ka një sintaks të çuditshme, por megjithatë është shumë shqip. Ky është libri që unë kam disa vite që e përdor me studentët, sepse sintaksa juaj është e çuditshme dhe nga të paktat e çuditshme në shkuptim. Her pas here unë bëj ushtrime me veten, marr fjali të gjata tek Adareja dhe tek ju dhe i bëj skemat. E kam hobi këtë gjë. Më ka ndodhur që edhe ta lodhi nuk e bëj dot. Ose e bëj dot po do përqendrim mbas të gjithëve na ka ndodhur kjo gjë. Edhe kam parë që keni një sintaks të mrekullueshme, shumë shqip, shumë shqip. Kam vizuar, ky është libër shumë i përdorur. Kam vizuar fjali që në rreshta mund shkojnë, nuk e kujtoj dot tani se e përdor vazhdimisht, mund shkojnë 9 rreshta, një folje. Dhe pafund pjesore. Kjo është një anë. Ana tjetër është që unë jam në kontakt vazhdimisht me të rinj dhe fëmijë që duke qenë bilingual, sintaksa e juve përkatëse po e dëmton sintaksën e shqipes. Kjo marrëdhënie që keni ju me shqipen më ka befasuar gjithmonë. Ndërkaq që Rama bëri me dije se po shkruan një tjetër libër, kryeministri tha se është një libër me fjalët e sofrës së iftarit, libër të cilin sipas tij po e shkruan për kënaqësinë e shqipes. Unë nuk është se kam studiuar, por e kam shumë organike dhe më vjen shumë natyrshëm edhe e kam kënaqësi të posaçme kur shkruaj, nuk kam mundësi të ulem përpara një kompjuteri dhe të ri të shkruaj siç kam pas mundësinë kur shkruaj ta Kurbanin, por Kurbani ka dalë me një frym. Shumë ka. Jo, Kurbani është shkruar në mënyrë pa ndërprerje. Po. E transmeton këtë gjë. Lidhja, domethënë, po. Edhe është shkruar në një periudhë 2 mujore a diçka e tillë. Duket, po, ndjej. Edhe pa ndërprerje, ditë natë. Vazhdimisht kur mundem, për shembull në avion, në makinë, kur jam që shkoj lëviz nga një vend tjetër, më pëlqen shumë që të shkruaj copza gjëra që lidhen natyrisht, lidhen me punën, lidhen me fjalimet. Po përgatis tani një libër me fjalët e sofrës së iftarit edhe thjesht për kënaqësinë e shqipes, jo për ndonjë arsye tjetër dhe për natyrisht dëshirën që ti shoh në një libër disa gjëra që i kam shkruar me shumë dëshirë. Në bashkëbisedimin e tij me gjuhëtaren Shuteriqi, Rama tha se një ndikim të madh në formësimin e gjuhës shqipe të ai ka pasur gjuhëtari Petro Zhei.